Rikthehemi bashkë me #Gjesin, tani në pjesën e dytë të emisionit do të flasim për disa çmime të vullnetarizmit që ndohen nga organizata toka. Figura publike më përkrahase të vitit është një nga çmimet e vullnetarizmit që të ndohet këtë vit, e gjithashtu të ndohet për një figurë publike që ka treguar për kushtim edhe mbështetje të vazhdueshme ndaj komunitetit, edhe ju jeni ata që mundeni me bo vetë nominimet. Për me folë më shumë rreth këtij çmimi, kritereve dhe gjithashtu kategoritë që i ka ky çmim për dhe çmimet e tjera, ne në studio e kemi të ftuar Hatice Zekën, drejtoresh ekzekutive e organizatës Toka. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe. Faleminderit shumë për ftesën edhe kënaqësinë që jemi prap këtu, edhe me bisedu më shumë për çmimet që i kemi lancu. Kënaqësi edhe për mua, Hatice, me të pas, ç'është patë mëngjesin sot? Se prita që është pa diell sot, nuk e di pse. Po tash do të më mësu se ka fillu vjeshta kështu që. Po, ka fillu vjeshta dhe veç po ikën ditët me diell po ndoket, tash veç do të me prit kështu shiun e të ftoftit, po edhe unë u befasova kur u quvan mëngjes, sidomos ma herët ketura pak shi. Po bra. Kështu që keni ndjenjë jo shumë e mirë kur dola prej shtëpisë. Jo, se po ndigon në disponim po më duket edhe unë e kam kry psikologjinë, është këtë depresioni vjeshtor tash. Po basha, a ndikon shumë të njerëz që këtë depresioni vjeshtor? Ndikon, e ka një farë ndikime, kështu ma shumë në disponim edhe nështë në rutinë, po ajo është sezonal, kështu që kalon edhe ndodhë për shkak të ndrimit të kohës edhe kështu me radhë. Po, pa tjetër. Ati që kemi munduar me folë për çmimet e vullnetarizmit, që për herë të dytë, po i ndohen organizata Toka. Po. Atëherë, ndoshta veç me tregu pak histori, sepse kemi ardhur deri te çmimet, se mendoj që është e rëndësishme. Toka këtë vit i ka bë 10 vjet, edhe përgjatë këtyre 10 viteve na kemi pas më shumë se 50.000 të ri, mësimdhënës, mentor, punëtor rinor, të angazhuar në mënyra të ndryshme në mënyrë vullnetare. Edhe kemi mendu që, të më thënë, është mirë që puna e tyne, jo veç me mbet nështë në suazat personale ose individuale, mirë po me mujtë ato punë të mira që e përmirësojnë komunitetin në përgjithësi, me mujtë me u shpërbly, edhe me mujtë me u njohë që ata persona. Kush janë që ata persona që po kontribuojnë që Kosovën me bo një vend më të mirë. Edhe kështu i kemi lansu çmimet e vullnetarizmit të vitit, vitin e kaluar, ndërsa këtë vit është edicioni i dytë. Tash, për çmimet e vullnetarizmit të vitit janë disa kategori, sepse na mendojmë që jo vetëm individët e kanë përgjegjësi për me bo punë vullnetare dhe me përmirësu komunitetin, po janë edhe mbështetësit, ose institucionet e ndryshme, ose aktorët e ndryshëm që e mundsojnë që puna vullnetare ose shërbime në komunitet me u shty përpara. Për këtë arsye nuk jemi ndalë veç me rini, vetëm për çmimet e rinis, për shkak se Toka njihet që misioni i saj është që me e fuqizu ma shumë rinin edhe me i bu agent të ndryshimet edhe lider të së ardhmës, po me gjithata rinia nëse nuk e ka dikën mbrapa, e ka vështirë me e bo punën e vetë, ose me e aloku kohën e vetë. Kështu që për pas 4 çmimeve që ndohen për kategorinë e të rinjeve, ku është vullnetarja ose vullnetari i e vitit, mande është vullnetarja i e vitit më kreativ, më guximtar, edhe është në ngritje. Edhe në kategorinë e fundit, e kemi shtu këtë vetë, për shkak se kemi pa që ka shumë të rinj që e fillojnë punën vullnetare që është në shkollë të mesme. Ndoshta ka edhe në shkollë fillore, po me gjitha ata me ligjin e rinis, puna vullnetare me një farë mënyre ose mundësit për me punu në punë vullnetare shtyhen prej moshës 16 vjeç e tutje, kështu që kemi bo një çmim special për shkollën e mesme, me thonë, 16 deri në 18 vjeç, ndërsa 3 çmimet, dhe me thonë, çmimi i vullnetarit të vitit, guximtari dhe ma kreativ, e përshin grup mosha 18 deri në 29. Tash po kalojmë te figurat publike ose te mbështetësit, ku na jemi të dasht përmes një çmimeve me mobilizu shoqërinë edhe me u thonë që na jemi të ju po edhe jemi të e vlerësu punën e ju që keni të bu. Edhe në kategorinë e mbështetësve të vullnetarizmit hynë figurat publike,
Po i përmendja dhe mandej mund me shku pak me folë edhe për kritere, edhe pse në shumë çmime, kështu që mundet me mik diçka, po megjithatë krejt informatat e nevojshme për termat edhe kushtet edhe formën e aplikimit i kanë në webfaqet e tokas, kështu që është shumë lehtë me e gjetë. Po janë figurat publike, për shkak se na mendojmë që çdo rol modelet që e kanë një farë ndikime në shoqëni edhe që njihen prej plot njerëzve shumë e rëndësi me kon rol modele pozitive, edhe me tregu ose me punën në tëne me tregu që nuk është vetëm kariera, nuk është vetëm përfitimi personal, po çka e të bote si person që e ki një farë ndikime në shoqëni se të një publik ma i gjanë përmes punës vullnetare dhe çështje jetu mundu që me e përmirësu Kosovën në qëtë aspekt. Jetën e dikujt, jetën e një organizate, shoqate, një lagje të caktume, personat në nevoje, kështu me radhë. Kështu që këta janë një kategori. Kategoria e dytë janë institucionet ose komunat e Kosovës. Edhe idea pse i kemi përfshi çmimet për komuna është për shkak se natyrisht se në nivel lokal rolin kryesor e luajnë komunat. Edhe na po dojmë me ditë se çka janë të bëjë komunat në nivel lokal që me pru incentiva që e ndihmojnë ose inkurajojnë njerëz të ndryshëm ose organizatat e kështu me radhë përmes politikave të tëne qysh me zhvillu ma shumë vullnetarizmin në Kosovë. Kështu që është edhe një çmim për komunat. Çmimi tjetër është për sektorin privat ose për bizneset. Që dim, bizneset përpës punës së tëne e kanë edhe një farë përgjegjësie ndaj komunitetit edhe ndaj njerëzve që ata veprojnë. Kështu që për neve shumë e rëndësishme me zbulu që ato biznese që kanë incentiva të punës vullnetare dhe që i mbështesin punën në komunitet, e ato mund me qenë të ndryshme. Mundet me qenë ku stafi i një kompanis ose i një biznesi e alokon një det ose ma shumë det gjatë vitet për më shku edhe me bo një punë vullnetare. Do të thonë nuk shkon punë, po qatë det e alokon për me bo një përmirësim në komunitet. Mundet me qenë ku i mbështesin në mënyra të ndryshme bizneset, qoftë me të mira materiale, qoftë me të holla iniciativat të ndryshme që kanë për qëllim përmirësimin e komunitetit. E ka shembuj të ndryshëm ose kauza në të mirë të shoqënisë. Mandej përpos kësaj e kemi përfshi edhe diasporën, për shkak se diaspora kështu historikisht e ka një tradit të mbështetjes ose të punës vullnetare në Kosovë, dhe kjo ka ndodhur në mënyra të ndryshme, domethënë qysh para luftës, gjatë luftës, mos ta përmendim, po edhe pas luftës dhe po vazhdon ende. Kështu që po dojmë ditë edhe reprezentues ose ambasadorët që jetojnë jashtë Kosovës, po që janë shqiptarë nga Kosova edhe që janë të kontribu për Kosovën në një mënyrë ose tjetër. Edhe po më duket këto janë çmimet. Po, çmimet i përmend krejt, po procesin e nominimit. Të tregojmë pak për shembull për krejt shikuesit që po na ndjekin, çysh ka procesi, çysh mundem për shembull unë me nominu dikën. E tash janë dy mënyra se çysh, domethënë, për secilën këto kategori të çmimeve, ekziston mënyra që ti mundesh me vetë nominu veten. Okej, mundesh atë vetë. Po, sepse do të thonë me rëndësi për neve është që mos me qenë modest ta persona, po zakonisht ja e kanë modestin. Do të thonë edhe zakonisht më duket që ma shumë pranojmë nominime prej të tjerëve se sa prej personave që ata vetë janë të angazhuar në mënyrë vullnetare. Kështu që ata mundet me nominu veten ose mundet me i nominu dikush. Do të thonë nëse dikush i njeh shumë mirë edhe ja njeh kontributen ose punën vullnetare, atëherë mundën me lirisht me hime i nominu. Nuk ka rëndësi a e nominon ti vetën apo të nominon dikush, heq nuk ka rëndësi dhe më thonë cila ndodh. Është formulari i njëjtë për të dy persona, dhe më thonë veç është i adaptum që ashtu që edhe është në vetën e parë dhe në vetën e tretë, dhe dhe më thonë është një pëtësor, një forma aplikimit. Që përshohem në web faqe që keni, a fatit për të nominuar për të çmimet të kategorisë A është 30 shtator. Në fatit fundit?
o afru është javën e ardhshme, është 30 shtator, edhe pas kam harru vullnetarja me kontribut jetësor të vitit, që është shumë e rëndësi, se e kemi pru se çmim këtë vetë, edhe ideja është po dojmë me izbulu që ata individ, cilët në mënyrë të pareshtur, s'pako minimum e 5 vjetë gjatë jetës së tyre kanë kontribu në mënyrë vullnetare për shoqërinë kosovare. Këtu mundet me qenë gjithsekush. Mundet me qenë prej periudhës së luftës kur kanë marrë për shembull mësim në shtëpia në mënyrë vullnetare, s'kanë marrë hiç rroga, ose arsimtarë të ndryshëm të cilët janë angazhu, edhe çaj mund asnjëherë nuk është që u ka shpërbly. Ka kategori të njerëzve ku mund, domethënë në shumë spektër i gjanë, dhe kemi lënë me qëllim që me mujt me kap sa më shumë individë dhe që mundën me u kualifiku në këtë kategori. Po, data është 30 shtator. Tash përshojnë termet edhe kushtet për nominim të çmimeve të vullnetarizmit vitit. Këtu i keni krejt spjegimet edhe janë definimet, kjo po më duket që është për kategorinë e të rinjeve. Edhe mandej janë definimet, kështu që në secilën kategori që ju e shihni që jeni më shumë të profilizuar ose që angazhimi i vullnetar është më shumë i profilizuar në një kategori që atë shkon një zgjatje. Këtë që është më rëndësi është me lexu termat edhe kushtet, sepse që aty mandej e din edhe në cilën kategori hyn, ose qysh vlerësohet puna vullnetare. Mja po sikur na i fan agree pa e lexuar. Jo, është shumë e rëndësi me lexu se për këtë edhe i kemi bo edhe termat edhe kushtet, në mënyrë që secili me pas më të lehtë me definu, jemi mundu me qenë që dokumenti me qenë i qartë, jo shumë i gjatë, po me pas një farë koherencë kështu të kuptueshmërisë. Okej, po, në webfaqen e Tokës mundeni me gjetë krejt detajet sa i përket çmimeve që i përmendëm, e gjithashtu edhe nominimeve. Për shembull, a mundet një person që më herët ka qenë përfitues në edicionin e parë, për shembull të çmimeve, me u nominu dhe... Po, domethënë, veç dallimi është nëse ke marrë vjet çmimin, atëherë jo. Nuk është e mundur prapë. Mirë po nëse ke qeni nominume dhe nuk ke fitu çmimin, absolutisht po. Do me thonë mund është prapë me u nominu ose me apliku. Se vitin e kalumi kemi shpall fitus për kategorit, e ata normalisht, do me thonë, e kanë marrë shpërblimin e tëne, njihen ato figura kush janë, për shkak se i kemi bo publike edhe vitin e kalume dhe vazhdimisht jemi ty promovu si shembuj të mirë, kështu që normalisht du të me lonë hapësirë për kandidatët e tjerë ose individet e tjerë. Po, shohim fituesen e vitit të kaluar figura publike, më përkrahase e vitit 2024. Po, ka qenë Donika Shahini Lame, edhe angazhimi i saj, domethënë, nuk ka nevojë me bo diçka shumë të jashtëzakonshme. Unë mendoj që secili person në një mënyrë ose tjetër, ndoshta veç nuk e identifikon veten ose nuk e mendon në çat aspekt, për shkak edhe të modestisë, personat që angazhohen në mënyrë vullnetare zakonisht janë ata personat që dojnë me najtë në hije, edhe njëm të e bo këtë për arsye të ndryshme. Për Donika, për shembull, çka ka bo është që në muzeun e Reporting House, që është, ajo e ka rujt fletorën, nëse nuk ka bëjt të besarët e jasharit, e cila i ka shujt kujtimet e saj gjatë periudhës së luftës, e ka rujt për 25 vjetë, edhe mandej e ka dërzu në muzeun e Reporting House. Tash, që kjo është një shembull që na përdojmë me i promovu. Kjo mundot me thonë dikush, po kjo së bashkëpunë vullnetare, po është se është një sen që është shumë e rëndësi që i kontribon historisë tonë, edhe përmes që asaj fletore, edhe dhe me thonë, na mujna me ditë se çka ka ndodhë, dhe me thonë, para 26 vjete e kështu me radhë, dhe që është dikush, për shembull, asun se kom ditë që ekziston një send i tillë. Mirë po tash ka plot figura edhe persona që shkojnë edhe vizitojnë Reporting House edhe që e ka shtu një farë vlerë të shtume. E përmendi Donikën se nuk është naj farë, dhe me thonë, nuk e ato lypë me bu mrekulli edhe me transformu në shtalagjën nëse komunitetin, po nëse ti menon që puna jote, po ka qenë tërësisht vullnetari, që kjo është me rëndësi, edhe ka ndodhë mrenda Kosovës, atëherë automatikisht je i, dhe më thonë, kualifikum për me apliku për këto çmime, edhe mirë kish me qenë që mës me hezitu dhe me thonë jo se edhe nuk jem të bo kur gjo. Unë jam e sigur që ka shumë shembuj, për shembull, vitin e kalum, sa ishëm tu e bo kampanjën për çmimet e vullnetarizmit,
për takoj një person dhe tha, jëmë të bo pralla për në gjuhën Shqipe, në krejt në mënyrë vullnetare, për i qas në YouTube, për nanat që, të më thonë, mos me pas nevoj që fëmijët e tyne nështë ju të nkon me u lexu, e kështu me radhë, për s'paku e kanë një arkiv ku aty mundën me i gjetë, që janë të sinkronizume me muzikë. E për shkak që është një punë vullnetare që ti kush është e bu, se ti e ty kontribu në këtë rast nanave për me ju ndihmu ma shumë me kështu me radhë. E ka shumë shembuj të ndryshëm, ka për shembull mjek cilë në mënyrë vullnetare shkojnë edhe bojnë për shembull kontrolla falas, ose shpesher i shohim në sheshin e Prishtinës ku dalin studentët edhe i matin, gjakun, diabetin, tensionin e kështu me radhë, e krejt ajo është punë vullnetare. Kështu që jem të i përmend shembuj sa ma shumë në mënyrë që me mujt me elaboru, edhe mos me pas qatë hezitimin për me apliku. Deri tash më duket se i kemi marrë pësuaj se gati 100 aplikime, kështu që po presim halo ma shumë. Zakonisht në ditët e fundit, ndodhë që marrim asë shumë të aplikime, edhe është krejt në regull. Kur do të shpallen fituesit, kur do të ndohen çmime, do të jetë ndonjë ceremoni? Po, ka me qenë ceremonia ndarjes së çmimeve të vullnetarizmit të vitit. Momentalisht jemi duke tentu me datën 5 dhjetor, dhe të jetë ose fundi i nëntorit, ose maksimumi data 5 dhjetor. Kështu që në qatë 2 javorëshin, kisha me thonë, të më thonë java e fundit e nëntorit, ose java e par e dhjetorit, dhe të ndohen edhe çmimet. Me 5 dhjetor, nuk do të kalojnë 5 dhjetorin, për shkak se me 5 dhjetor është dita ndërkombëtare e vullnetarizmit, e punës vullnetare, kështu që po tentojmë aty, po ajo varet pak edhe prej standeve logjistike që i kemi brenda, apo që çdo që tjetë, me rëndësi është që ata njerëz dhe fitues të këtij viti do të bëhen publike dhe do t'i prezantojmë si modele shumë të mira. Unë e përshpresoj shumë, sidomos prej figurave publike, edhe këtu nuk jemi duke me du veç, si me thonë, VIP, ose ftyra të njoftuna, po e di që ka edhe shembuj të ftyrave të njoftuna që janë në publik, këngëtar, aktor e kështu me radhë. Unë i ftoj me apliku, se është diçka që është një çmim që jepet në nivel të Kosovës, edhe tokave që ka inicu këtë send, mirë po dikur kemi aspiratat që çmimet me kalu në nivel shtetëror, se mendoj që Kosovës i mungon diçka e tillë, edhe që është me mujt me shty pak ma shumë punën vullnetare, po të figurat publike, nëse punon se e kini fa reputacioni në, për shembull, Donika punon në odën e infermierëve të Kosovës, mirë po ashtu angazhohet edhe në mënyra të ndryshme, është edhe ligjëruse në fakultet e kështu me radhë, kështu që nuk është VIP, si me thonë, po puna e saj edhe e ka një farë ndikime dhe ka një farë statusi shoqëror, se s'po thëmë që ndoshta e njohin krejt Kosova, po megjithatë ka bo shumë punë të vlefshme, edhe për para se me zbulu, se tek masi e ka marrë Donika çmimin e kom kuptu që edhe gjatë luftës për shembull ka qenë shumë e angazhume, ka përkthy në mënyra të ndryshme kështu me radhë, kështu që qëta njerëz jemi të i kërku. Okej, po shpresojmë që edhe prej kësaj interviste kanë marrë edhe shumë informacione, edhe kanë me nominu vetën apo këndët që e njohin që me marrë çmimin e vullnetarizmit nga organizata Toka. Faleminderit shumë Hatixhe për krejt detajet. Shumë faleminderit juve për hapësirën, edhe po du me i falenderu se dikun 50 mbështetës na kanë ndihmu që me shpërnda fjalën, se normalisht Toka e ka rjetin e vetë dhe nuk është që nështë nuk e kemi shtririn, po me gjitha ta është shumë shtirë me na njohë krejt njerëz. Kështu që qka kemi bërë që jemi mobilizu, edhe këtu na kanë ndihmu Bashkimi Evropian, për shembull ambasadori EU-s të zyrës së Kosovës e ka bo një video promovuse, dje po ashtu ambasadori i Britanisë së Madhe, mandej ambasada e Suedis, bizneset të ndryshme, OJC të ndryshme, cilët krejt janë mobilizu, se ideja është që Toka është duke bo veç mbledhje në aplikimeve dhe nominimeve, po mandej vlerësime edhe shpallja e fituesve nuk varet nga Toka. Na kemi me marrë persona të jashtëm, në mënyrë se kemi shumë me rëndësi që çmimi me qenë kredibil, edhe i besueshëm, edhe normalisht dhe më thonë dojmë që sa ma shumë njerëz me mujt me involvu këto.
bizneset, ojeqet lokale, qendrore, kështu me radhë, institucionet të ndryshme që na kanë ndihmu për me shpërnda fjallën, po ashtu që kanë me qenë pjesë e jurisë, Universiteti i Prishtinës e kështu me radhë, kështu që krejt i kemi mbledh, si me thanë, me një vend që me mujt me promovu sa ma shumë çmimen, edhe i falenderoj shumë edhe publikisht se pa ndihmën e tëne, edhe pa ndihmën e mediave, po ashtu nuk ish me qenë e mundur që me shku ose me u përhap fjala se ekzistojnë dëshmime për dikën që bën punë vullnetare. Faleminderit shumë, shumë suksese edhe shëndet. Faleminderit shumë.